Policia e Vlorës arrestoi në flagrancë një 26 vjeçar i dyshuar për vjedhje në një motomjeti gjatë natës së 22 shkurtit në lagjen 10 Korriku. Fal analizës së kamerave të sigurisë u identifikua dhe u ndalua shtetasi me inicialet DS banues në Vlorë. Motomjeti i vjedhur u gjet në banesën e tij dhe u sekuestrua si provë materiale, ndërsa materialet tashmë janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Në komunikimin zyrtar, Drejtoria Vendore e Policisë së Vlorës bën me dije detajet e operacionit në vijim të punës për parandalimin dhe zbardhjen e vjedhjeve si dhe kapjen e autorëve. Specialistët e seksionit të hetimit të krimeve në Komisariatin e Policisë së Vlorës bën të mundur arrestimin në flagrancë të autorit të dyshuar për vjedhjen e një motori gjatë natës së 22 shkurtit në lagjen 10 Korriku. Policia në komunikimin zyrtar bën pashë me dije si rezultat i organizimit të mirë të shërbimeve dhe analizës së dinamikës së pamjeve filmike të kamerave të sigurisë në zonë, u bëj mundur identifikimi dhe më pas arrestimi në flagrancë i shtetasit 26 vjeçar.